Në dhomat e specializuar të Kosovës, edhe këtë të hënë ka vazhduar gjykimi në rastin Thaçi dhe të tjerët për administrimin e drejtësisë. Ish nënkryetari i gjykatës së kushtetuese Kadir Kurreziu dhe ish i burgosur i politik ka komentuar procesin gjyqësor ndaj ish krejve të UÇK-s në Hag. Ai ka shprehur shpresën që ata të jenë të burgosurit e fundit të politik të Kosovës dhe që sipas tij të lirohen dhe të kthehen në Kosovë që nga qershori i këtij viti. Unë mendoj se këta të burgosësh janë, unë po shpresoj që në burgosit e fundit politik të Kosovës, se do të thonë burgjet ne i kemi profesion në Kosovë, ju e dini shumë mirë, dhe konsideroj se këta duhet të lirohen. Është pak vështërsi për shkak se janë autoritetet larta, do të thonë është presidenti, kryetari i parlamentit, dhe kështu me radhë, dhe unë e konsideroj që nga qershori i ardhshëm me siguri që do të kthehen në Kosovë. Sipas Kurreziut, një dënim eventual i katëshës së UÇK-s do të përbënte një goditje të rëndë për Kosovën. Një hendikep i jashtëzakonshëm për Kosovën, për shkak se nëse ata dënohen domethënë si një organizatë kriminale, si e quajnë për shembull Serbia, atëherë në konkludim do të jetë shumë keq sepse konsiderohet se Kosova është liruar nga një grup i armatosur kriminal. Edhe këto dëshiron Serbia, nuk e dëshiron Shqipëria, nuk e dëshiron Amerika, dhe unë e konsideroj dhe jam i bindur që Shqipëria, kryeministri edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë konkurrës që mos mi dënu. Javën e kaluar, zyra e prokurorit të specializuar lexoi përmbledhjen e aktakuzës dhe paraqiti deklaratën hyrëse. Të katërt të akuzuarit u vetë deklaruan të pafajshëm. Me 12 nëntor 2025, pas përfundimit të procedurave paraprake, çështja u kalua gjykatësit të vetëm për gjykim. Konferenca përgatitore u mbajt me 28 nëntor 2025, ndërsa gjykimi nisi me 27 shkurt 2026.